Me kryetarët e degëve për të diskutuar situatën pas zgjedhore dhe hapat e mëtejmë politik. Teksa kjo mbledhje vjen edhe pas krizës së brendshme të partisë, ku disa kryetarë të degëve e kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit aktual Lumir Abdigjiku, por siç kanë thënë ata, dështimin e partisë tash e capali zgjedhje. Ndërkohë, para fillimit të mbledhjes ka pasur edhe një deklarim të nënkryetarit partisë Lutfi Haziri, i cili tha se LDK-ja mbetet e përkushtuar ta jetë pjesë aktive e ndërtimit të institucioneve. E detajet më të hollësishme rreth kësaj mbledhje do i marrim në minutat në vazhdim përmes një lidhje direkte, të cilën do realizojmë me gazetaren Doresa Geci. Doresa, përshëndetje dhe linja për ty. Po, përshëndetje Fjolla, dhe për juve po lajmërohemi këtu nga selia e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku që afër më shumë se themi kështu 3 orë ka filluar mbledhja e kolegjiumit të kryetarëve të degëve të Lidhjes Demokratike, pra që nga ora 15, kryetarët e degëve të kësaj partie janë mbledhur brenda selisë kryesore të LDK-s. Para mediave foli pra nënkryetari i kësaj partie, Lutfi Haziri, i cili duke mos dhënë detaje të shumta, i pyetur nga media se cilat janë arsyet e kësaj mbledhje, ai tha se do të diskutojnë për çështjet paszgjedhore. Mirë po, ai nuk dha detaje nëse do të diskutojnë edhe për çështjen e dorëheqjes së kryetarit të partisë, kërkesë kjo e cila ka ardhur nga disa nga figurat kyçe të LDK-s, pra kanë qenë kryetari i PE-s, pa ashtu kryetari i Lipjanit, i cili kanë kërkuar dorëheqjen e Lumir Abdigjikut, po ashtu edhe figura tjera të Lidhjes Demokratike. Lutfi Haziri po ashtu u pyet nga mediat rreth mundësisë për një koalicion me lëvizje vendosje, por për këtë ai nuk pranoi të jap ndonjë përgjigje. Ai tha se pas përfundimit të takimit, dikush nga partia do të prononcohet për media. Këto janë gjitha informacionet që ne mund të sjellim tani për tani nga selia e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë derisa të përfundojë dhe të sjellim detaje tjera nga kjo mbledhje. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, atë linjën e kalojmë tek ju në studio. Sigurisht, Doresa, po çdo informacion në shtesë do jemi në kontakt sërish. Të falenderoj shumë